κυρίες και κύριοι, ο κύριος Agron Lakaj. Agron Lakaj, aktori i njohur i humorit dhe autori i show të së shtunës mbrëma në Vision Plus, Al Pazar, ka qenë i ftuari special i kanalit grek Antena 1. Performanca e Lakajt në Al Pazar bashkë me aktorët e tjerë ka çuar në vendin Qin, Greqin, jonën e këtij spektakli. Ka qenë show i mbrëmjes në këtë kanal dhe Kartansias, ose i njohur ndryshe si Gregory, Maria dhe miqtë e tyre, që ka pritur në studio aktorin Agron Lakaj duke e bërë pjesë të këtij programi mjaft të ndjekur satirik. Kënaqësi është edhe imja, është hera e parë që një televizion grek, një show i tillë fton një artist shqiptar dhe ky është një tregues shumë i madh për mua. Albanian Pazar, pazari shqiptar, për 3-4 ditë të realizohet, domethënë për nga ritmi është pak i dhunshëm, nuk është thjesht mirëfilli, kënaqësi artistike. Lakaj ka preferuar të bashkëbisedojë në gjuhën am, edhe pse një njohës i mirë i greqishtes. Ai ka folur për impenjimin me Al Pazar, transmetimin e tij në Vision Plus, dhe mbi të gjitha është pyetur edhe për raportin mes dy popujve, duke rrëfyer se si humori thyen barierat e politikës. Unë jam artist dhe si i tillë unë investoj të ndërgjegja qytetare që fqinjin nuk e zgjedhim dot. Jemi të detyruar ta respektojmë dhe ta duam. Ky është mesazhi që shqiptarët duhet i duan grekët dhe grekët duhet i duan shqiptarët. Por Lakaj nuk ka lënë pa thënë batutën e tij, edhe kur është pyetur për rolet që interpreton, mes të cilëve më të njohurin ato të ish kryeministrit Berisha. Në 1994 ne kam imituar për herë të parë Sali Berishën. Kur e kam imituar për herë të parë ishte një ngjarje jashtëzakonshme, sa që unë jam dhe trim nga natyra dhe për shkak të trimërisë erdha 4 muaj në Greqi. Edhe pse i ftuar për të bashkëbiseduar, Lakaj nuk doli dot jashtë petku të humoristit, pasi improvizoi në The Kartansians një monolog. Bike mesa sto proxenio, 5 lepta exo ute viza. Ja ti, dhe murotane po se lene, murotane ti ono ma eqis. Transmetuar 3 herë në javë, show The Kartansians është ndër spektaklet më popullore në televizionet greke, drejtuar nga një kast i njohur prezantuesish. Agron Lakaj, τον ευχαριστούμε πολύ. Να είναι καλά. Πάρα πολύ.